t'jetë kostumi jam i shfaqjes. Edhe kam një farë procesi që tu që kam e javon do ljeta njerëzve. Jallaj, si më konë kur razdi që ka o teatri. Teatri shumë mirë, për do të bështë kohë, do të ka i zhuar, do të jenë shumë gjana. I zgjuar për teatr. Shumë të ndi. Përshëndetje, jeni me misionin Elson Riente, edhe kjo është epizodi i radhës, po besoj që ju ka pëlqy materialet e kalume, çka kemi me bo sot, për ndryshe unë, personalisht e kam një shfaqje teatrale që quhet No Surprises, është mono performance, që kam dhënë tek salla e teatrit në Fakultetin e Arteve. Për ndryshe, jena të dash me bo voksa, mi pyet qytetarë se sa e ndjekin teatrin, edhe kur ka qenë hera e fundit që kanë qenë teatr, edhe mas voksave keni me pa procesin se qysh përgatitet një aktor për një premier të shfaqjes ose sot që kam repris të shfaqjes. Kështu që për ma shumë ju la me i pa voksa se çka mendojnë qytetarët për teatrin. E ndjek një teatrin edhe kur ka qenë hera fundit që i nikon teatr? A ndjek një teatrin? Jo, nuk e ndjek. Po a i nikon e herë në teatr edhe kur ka qenë hera e fundit? Shumë moti ka qenë. Sa vite? Ka 5-6 vite. 5-6 vite. A ki qef me shku prapë në teatr? Po kam qef, si jo. Edhe? Edhe pres në i shfaqje të mirë. Ukri. Faleminderit shumë. Tëng. Asnjëherë. A keni qenë e herë në teatr? Kur? Pse? Arsye themia jona ato pse? Ukri, në rregull, kaloni mirë. Kur pse? S'na shku asnjë. Sy pëlqena? S'ka pas ales. S'ka sere të mira? S'ka çfarë. Do të thonë nuk ka produkt të mirë të teatrit, shfaqje të mira. S'ka. Kush do të më rregullu këto? Qeveria po. Albin Kurti ka faj pse E rregullon, jo. a e rregullon as e rregullon? Rregullon, veç ja ka nisë. Ja ka nisë a e ka në teatr me po shfaqje? Qa kime po tash të mbyllën të punu të lyja është. Qytetarë të mirë e kanë për shkak që teatri kombëtar është në renovim që shumë vite, edhe shumica e qytetarëve nuk e dinë se ku ipen shfaqjet. Do të thonë që është improvizuar amfiteatri që ipen shfaqjet e teatrit kombëtar. Vazhdojnë atutje. Jo. Pse? S'na kanë qu kë. Ajo pëlqen me ndjek për shembull. Po. Kur keni qenë për herë të fundit? Paqe. Pse? Cila është arsyeja? Po nuk e di se s'ka. A nuk ka program të mirë fill apo S'ka pas përpara, s'u ka adet me shku në teatr. O ky do të thonë tash a ke informacion që ekzistojnë disa shfaqje që bëhen në Prishtinë? Tash unë nuk jam këtu. S'di çfarë më thon. Nuk jeton këtu? Jo. Okej, faleminderit shumë, kaloni mirë. Tëng. Kur ka qenë hera fundi që e kon teatr? A ke mos di. Kur se kon? Një tonë kur se e kon teatr. A ke qenë për shkak me një teatr? Ja, mos fal. Për shkak son ton kam lyt një shfaqje, a do më orë me pa. E ki fri. Ja. Ukri, kaloni mirë. Tëng. Po, kemi qenë. Kur ke qenë për herë të fundit? Edhe cilën shfaqje e ke ndjek? Nuk e di që kjo mbrajti a kallzoj për një me që u kon teatr. Jo, Pse? s'ka me ndjek se nuk po bajnë këto drama ma. A e dini që ekziston është improvizuar një objekt që ipen shfaqjes teatrit kombëtar? Jo. Nuk e dini. Është Pallati i Rinisë aty. Urime. Edhe sonton e kam një shfaqje aty. Ti? Jam aktor, po. Po. Kur ka qenë hera e fundit që ke qenë teatr? Sa ora, po vonë këm qenë në këtë teatrin e vogël Dodona. Dodona. Edhe Fakulteti i Arteve ka. Po. Te Fakulteti i Arteve sonte në ora 8 kam shfaqjen. Urime. Faleminderit. Sukses. Hajde. Po vjen mirë, besoj. U kry. 8 ora. Po, te Fakulteti i Arteve. Gratis ashta. Është gratis. Shqy sa mirë. Mundesh me marrë me kandushme. Lezet. Kalofshi Hajde, kaloni mirë, tëng. Jallaj, si më konë kur razdi që ka o teatri. Jo, nuk jetë këtu. Ku jeton? Gjoni. A e ndjek ati teatrin? A kem punëqerë, nëse s'kem ku. A nuk keni ku për teatr? A ke qenë herë një tonë në teatr? Po, ma ato kanë qenë në riniku ku pasku. Cilën shfaqje të fundit e ke ndjek? Është 77 vjeçar jam, Në rregull. 55 vjeç jam jashtë. 55 vjet. Po, e tani pa e maj men unë, që ngrishëm të me që më kam pa qef una me jetën time, punën time, familjen time, mba fa gjithë visin, qa ku mujtë me ndimu, këtë që janë ma pak interes, s'ke ko. Si ko?
Çfarë përshtypje ta jep teatri? Teatri shumë mirë, por do të bësh kohë, do të ka i zgjuar, do të në shumë gjana. I zgjuar për teatr. Shumë ndonjë. Do nuk shkojnë aty. A ke ndjek- Ndej ata që Sonda je në Prishtinë. jo s'kam kohë. Sonda unë jam aktor, unë e kam një shfaqje në Fakultetin e Arteve, Shumë bukur, mirë. në ora 8 mbrëmje. Por unë kam da para programu të zona, nesër në Mitrovic, Mastesi, në Pazar, Senic, Sarajevo, kështu. Më dalë në shtetitën, pensionist. Shumë mirë. Inshallah e ki shnetën edhe gjithat mirat. Ajo ta keni fatin në shëndetin. Faleminderit, respekte. Familje, shoqëri, jemi si ku i keni, çka i keni. Edhe krejt Kosova, e shqipë. Sa gjitha am një fjalë, Gjitha, më lova. oh. Miqet janë miqet. Aty në ata janë miq për ne, s'mund me dash ata, s'mund me dash. Amikun flas, ha. Armik. Po s'jam kundër askujt. Do t'i marr. Ja kështu kalon jeta. Respekte. Gjithashtu ju. Shumë më të është. Para dëmëthon, para lufte. Smojmë vetë të caktu më të shumë. E mas lufte a ke ndjerë në i shfaqje? Ja. Pse? Pajës. A si koni informum, apo... Po se na konë informu ka sfaqet në mas lufte, absolut. Që na marrë me tjera sen, me probleme jetës. Si popull? Steti kur është stabil, ka teatr, ka të gjitha. Steti endës është stabil për teatr, për këtë gjallë që për i lypti këtë, duhet me konë gjithësysh. Po levizje e vogël. Ta që shalla po levizje normalshme. Edhe kushtet. Për ty hera fundit kur ka qenë? S'kam koment. Nuk i. Miq të dashur të emisionit Elson Riente, i dëgjuat opinionet e qytetarëve se kur kanë qenë për herë të fundit në teatr dhe cila është shfaqja që e kanë ndjek për herë të fundit. Po tash, bashkë me mu, kene më bo gati se qysh përgatitet një aktor për një shfaqje teatrale. Hajdini me mu. Përshëndetje miq të emisionit Elson Riente, këtu jam në skenë, për ndryshe ekipa është gati, edhe jena të e bërë një provë teknike, se që shkon prova teknike, ma ndej keni me ba dhe procesin se shkon shfaqja. Hajde shkona me një shfaqje teknike. Është muzika. Edhe, do më thonë e këna bërë ndryshim që të e këna shkoni një skenë, edhe i kom do letra edhe do kimika. Që ka me shku mja vëdhon, është goti një si proces një 4-5 minuta në i sen? Okej, ka mundësi, po me bën. Edhe kam një farë procesi që tu që ka me javon do letra njerëzve. Mande ullna. Ose që ta mund me shku që do me këto? Jo. Ma mirë me shto, okej. Ma mirë me qëto. U kry. Ma mirë me qëto. Me shta shkruj. Okej, ullë e që në ori këto, pra, vazhdo si shto. Po, vazhdoj, e kom procesin. Edhe a nisi tiksi. Quna. Prapë dhe qëto kom tekst. Vi, bam. Apet kom tekst qëtu. Quna. Thëm, më fajni që duna me mora abdes. Vi këtu. Mora abdes. Moment që e njës me mara abdes, ka njës e ti që me bo ma shto. Po. Okej, sa shkruj. Qëtu. Dhe më thonë drita. Edhe kom pjesën e foljes. Fejnis telefonin. Kam pjesën e foljes, nejse ulla, folna. Do se lam, pjesa e tydës, muzika, që e zrejt pak. Po se s'kene me mëqu. U kry. Pjesa e tydës, shtrina. Skena e dytë. Konga. Edhe sot rosh në gaflet, kush është taj që m'jep gajlet, zot jem. Edhe anisi tekstin, e kry tekstin, e kom me... Po. Së të kom shkru me së kur shkru me kje, se e ki brita tjera. Po, e këna bot të ku që e këna bot qëto. Ok, me shta ti të ma përgjim me kje, se e ki të kusha. Po. Vish pak. Te e tyda. Që kjo muzika njës. Si të shoj që ta, e dim të që... Po. Momentin që të da më falë, e në gjithë për ta. Po, jene qenë ta. Okej. Kryje që më falla të që e kam e lastik. Ajo s'ka pas emër për mu, veç e jam e i kresha edhe mjaftejke. Ka pas dhe që s'po që më heqë, veç dhe që më bashkë, e po që sy. E unë e besoj isha. Kryje që ka s'kenë. Sa shkruj? Po.
Se tash mikrofonin që kena me kabel këto, nuk moj me lëviz shumë. Po e kam konstant, më nuk më ka e dritë, s'po di çka e kena pas. Jo, s'ka lidhje. Vjollë se kena pas qëto. Kjo atë. Po, vjollë se kena pas. Kjo atë. Po, që kja? And no alarms and no surprises. Sajlër, edhe kry kongë. Si të kryet konga, janë isë shrenimi. O, kry. E gjanë. Po. Planin shërënimi apëtë. E merë, shkon t'je merë cigarën, dhe sa të shkruje në këton telefonatë. No surprises. Para se me lëshu unë kongën Sajtrasin, shkon t'je merë cigarën, edhe del qëto. Unë e shaj tani, se dhe sa të shkruj, merë kohë. Shtu që, ti është i gati unë e janë si me shu ka dhe. Elson Riante. Qështo, na jena, të më thonë, prova teknike, ku është rekvizita, ku është kostumi, tash nuk kena dritë, ka njerë qështo. Për ndryshe, po pësej është një tem të privil bashkë me pa procesin se qysh përgatitet për një shfaqje teatrale, edhe po pësej që kam i përqu kë vlog i jemi. Mo krej kur të rëzona për toke, do mos e 3 herë marat substance. Më thonë, si të njësë muzika shkej shpejt aty, apo? Po. Si të njësë muzika që ashtu e shpejt, janë njësë me një drita. Qyto një drita? Edhe vije marrë kutien, Zhan. Vije marrë kutien. Që këllë nuk është pjesë shfaqjes, po është kam del për shkak që po më doket që më smu pak, se prom, kom dojnë me flok pjatë. Vi këtu, edhe do më thonë jam konstant qëto. Përshëndetje meq të me të emisionit Elson Riante, e tani është koha më bogati, më vesh, pra kë do t'jetë kostumi i jem i shfaqjes, edhe gjysore fillon shfaqja, kështu që gjithmonë gjysore para se tash varet prej regjisorit, aktorit, mirë po unë e preferoj gjysore ose një orë para shfaqjes më u përgatit me vesh kostumin që kemi lujt gjatë shfaqjes, pra kjo është një të mish. Nështë po menoni pse është që shtot e pa hekorosun, mirë po ka njerë në teatr, barra, ka njerë në teatr janë qëto elemente, qëto që duhet edhe pa hekuros. Këto janë pantollat që i kam gjatë shfaqjes. Mirë për mrina. Edhe po kravata, kjo është kravata që kam e vendos. Që kjo këmishi paska do pulla, kështu që do t'jetë sako e shfaqjes. Këto janë tesha private të mija, ndërsa tani jam në personazhin e shpesimit që kam e lujtë sonte shfaqje. Për ma shumë, djekni njerë që kam në aqë tash me po shfaqjen edhe premierën ose reprizën e shfaqjes. Ma me mi mamu. Ma me mi mamu. Ha! 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 Ha!
Ma me mi mamu, 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 ma me mi mamu. Ipota, dipota, dipota, sipota, sapota, ipota, ipota, dipota, dipota, sipota, sapota, ipota, ipota, dipota, dipota, sipota, sapota, ipota. Ipota, dipota, dipota, sipota, sapota, ipota. Hey! 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 Shpisën tjeri për përveç disa profesorat atë teorisë që isha veç një herë javë më theshin shpresim. Ma mi që të tjeri veç përmë se s'ka me të shpresim mu. Gjithmonë i kom fitu garat shkollë fillore për matematikën dhe gjuhë shqipe. Gjithmonë kom recitu poezie dhe esej ditën e shkollës, kurse në gjimnas kam qenë kryetari shkollës për 3 vjetë rresht. Boba nuk leke të ke, në shpese, po të kajna i kosha, pa një vela më në i konë, o bre, jam e shka i natit, dësha me plos pi natit. Në atë periud në ndodhe një krizë familjare edhe vllaja më diagnostikuar në fundit lëkurës. Edhe këtë për atë shpis shkëshim për mendimu ata. Unë punë isha ka manjerë edhe njëherë edhe studio isha. Edhe do isha, kur ta kryj fakultetin, kam u bërë regjisori zoti, regjisori famë shumë, kam e pas projekte, edhe çdo të rutina fakultet punë edhe bides për planë temë. Në fakultet më kalu shumë mirë përveç disa student që është koha namazit të më dhëtë më farë. Dhe sot rash në gaflet, kush është ai që m'jep gajret? Sot I jem o ku kembet, a nuk ma I këtë siklet. Ajo s'ka pas semrat në mu. Veç që jemi I thësha dhe mjeftojke. Kur keshe e mu doke që bota unë alke pak me marrë prymë. Pas dhe që s'përshim heq. Që rishim bashkë. E fërshim sytë. E unë e besojshë. Jo veç fjallë të saj, o dhe ishte. Ajo konë që nuk më ka pyt kur më zore, se që ka ndjegu, e bedë në saktë, që unë kam brenda trupit e. Unë shpes kisha qëtësi, po në kratë e soj fuqjotësha. Qëtësi.
Njëherë kam di vetëm të ma. Si duket Zoti jep shpërblimet e përkohshme. Një dit, u shtrok. Pa fjallë, pa arsye, pa lap. Që ty më bëllë krejt. Këtë frasa i dite, s'tu mala. S'tu më zgju me shpes tremes edhe ku i hapi syt, ajo s'është ma. Ajo mlame një zbrasi që s'ka emër, që plak që duket. Ajo titra që t'hanë kadal që s'pjen me besu edhe kur dikush thot s'ka me t'lallë. Kur dikush tjetër vjen, unë li largë. Se s'kam dashni për me dhanë, po nuk më ka metë mo që ka me dhanë. Ajo më ka bo që mos mi dash njerës të dikur, me mu ftop shpirti, e me mu bo dyshem gjdo për qafeme, gjdo që shirë me t'inglu si rënd. Njëherë kam dash të amandë. Njëherë jam dash të amandë dhe edhe njëherë jam lanë pa asni falimderit. Një dash mëngjeset, kur s'kam kujt me i tonë mirë mëngjes. Prandaj jo, s'du alon me, s'du surpriza, s'du dashni që të tonë pa asnjë arsye, du qetësi, një jetë thjesht, një ftyrë që nuk i kur vjen nata, e nësa ajo s'kthehet, unë po mëson me vetën, veç kjo kur gjë tjetër.
Krejt që jam mundu me ndërtu në kara për kokë. Nuk po mujë se që shumë që qua. S'du falë. S'du pare. As qeve. Veç. Qetësi. Qetësi. Jo, jam shpesa, ati është pa shumë se çdo vend tjetër. Qëpis, e si më martu me pas një jetë më marja, a mos po shkon kështu se jeta me marja pas ka qenë me qitë moskën çdo ditë dhe me bo si kur je mirë, ku nuk je mirë. Qua e iku. Pa fjallë. Tash s'kam kur gjë. Ndoshta ka pas drejt me ikë se kush do të me nejt me një njëri që nuk e do as vetën. Qyshte? Shoqënia? Veç ku të vynë. Të kërkoj. Si i keq? Nuk jo! Am vete, unë që shëmë, jam keq. Keq. Am vete për më? Jam të rryq do me njëtë, se qdo dit është një njëjtë, qohem, jam vetëm, edhe pojë si kur të shka është okej. Tash mundën i me më thonë, mundën i me më thonë, mere vetën, mere qonat po së pozitivitet, po qysh, krejt që më ka ndodhë është presion. Presion për me pas sukses, presion për mos me dështu, presion për me arrit diçka, presion. Jo që po du me dhafë në jetës. Po jam i pikë që po shoh se që me vazhdu. Edhe kur e ngjeshje vetëm me motive, edhe kur thom që nesër ka më bo mirë, nuk më ndryshon kur gjë. Jam shumë keq, se jam të i besu mas vetës. Se jam të i besu mas njerë se mirë se menoj që edhe ta kam në të rathu. Kur dikush më përqafon, më doket si kurs. Nuk besoj ma ne jemi këtu për ty. E di që s'jam. E di që nesër më harrojnë. Shumë keq. Prandaj s'po me prit as me shpresu, s'po du më bo mirë për tjerë, du më një brama. Jo shumë keq. Tash këtë fjallë ndoshta
Ndoshta nuk jam mirë akoma, ama të paktën jam I sinqert. Edhe ndoshta kjo është hapi I parë. S'du alarme, s'du surpriza. S'du moment.